Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani hodhi kritika ndaj Bashkimit Evropian, duke thënë se Brukseli zyrtar duket se nuk sheh progresin që ka bërë Kosova. Në një intervistë për Politico, presidentja deklaroi se Kosova nuk flirton me vende keqdashse si Rusia, Kina, Irani, cilat i cilësoi si trekëndshi së keqës. Osmani tha se ndjen që puna e Kosovës nuk po vlerësohet, andaj shpreson se Gjermania do të luajë rol udhëheqës në përkrahjen e procesit të integrimit të bazuar në merit. Ajo nënvizoi se Kosova vetëm kërkon respekt për punën e bërë dhe pranimin e reformave. Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë mbajtur takimin e radhës të marrëveshjes për stabilizim asocim. Sipas njoftimit të zyrës së BE-s, prioritet mbetet zbatimi i reformave në drejtësi. Për këtë qëllim, pjesëmarrësit u dakorduan të punojnë për rritjen e llogaridhënies, integritetit, profesionalizmit dhe pavarësisë brenda gjyqësorit. Sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, diskutimi u fokusua në rëndësinë e zbatimit të kornizës strategjike të Kosovës. Ministrja në detyrë e industrisë, Rozeta Hajdari, e quajti politike ngritjen e aktakuzës ndaj saj për rezervat shtetërore nga Prokuroria Speciale. Hajdari nënvizoi se pretendimet e Prokurorisë Speciale nuk qëndrojnë. Sipas saj, provat janë mbledhur jashtëligjshëm përmes hetuesve që kanë zbatuar urdhrin e prokurorit Valdet Gashi, që i ka dërguar në ministri pa certifikat të sigurisë. Hajdari deklaroi se rrezikimi i fshehtësisë shtetërore përmes marrjes së dokumentacionit mbi rezervat është bërë nga Prokuroria Speciale dhe disa medje, duke theksuar se në këtë në asnjë formë nuk e ka bërë vetë. Ajo ka quajtur jetike sigurimin e rezervave gjatë periudhës shkurt mars 2022, pasi sipas ministrës në detyrë, siguria kombëtare ishte në rrezik. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, po vazhdon procesi i vlerësimit të pakove me fletvotime nga votime me postë jashtë Kosovës për zgjedhjet e rundit të dytë për kryetar komunash. KQZ-ja ka bërë të ditur se procesi të vlerësimit janë nënshtruar më shumë se 9.800 pako, ku prej tyre janë refuzuar rreth 2.570. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Edezi tha se arsyeja më e shprehur se përse janë refuzuar këto pako është mungesa e dëftesës së regjistrimit, një dokument me dhëna unike që votuesi regjistruar e pranon nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ministri në detyrë financave Hekuran Murati ka njoftuar se sot dalin pensionet me rritje. Ai ka thënë se asnjë qeveri nuk i ka rritur pensionet sikurse qeveria Kurti. Në profilin e tij në Facebook ai ka shkruar se pensioni bazik, i cili ka qenë 90 euro në muaj, nga sot procedohet me rritje me vlerë 150 euro në muaj. Vendimi për rritjen e pensioneve u mor në mbledhjen e qeverisë në ditën e fundit të tetorit, ku u vendos gjithashtu edhe për rritjen e shtesave për fëmijë për 50%. Ndrojmë temë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike po vazhdon fushatën vetëdijsuese për diabetin me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit për rëndësinë e parandalimit dhe zbulimit të hershëm të kësaj sëmundjeje. Dita botërore e diabetit thekson rëndësinë e veprimit të përbashkët në mbrojtje të shëndetit ndaj kësaj sëmundje që prek miliona njerëz në mbar botën. Zymryte Maqastena ka 27 vjet që vuan nga diabeti tipi 2. Tash e disa vite ajo merr trajtim në kliniken e endokrinologjisë në QKK. Me gjithë sfidat me të cilat po përballet, ajo thot se trajtimi kujdesshëm nga stafi mjekësor po ia lehtëson gjendjen. Te 23 vjet i kam me insulin, kështu që jam paciente e rregullt e endokrinologjisë, jo me kënaqshme shumë, se kam respekt për krejt stafin, edhe mjekësor, edhe stafin teknik, se janë njerëz të mrekullueshëm, se ka njerë barnat nuk ndihmojnë, po ndihmon gjuha.
Ajo është njëra nga mira pacientët që marrin trajtim në këtë klinikë. Në klinik diku 87% i kemi me diabet tip 2, 11% me tip 1 dhe 1.6% gestacional. Deri në 3% sipas statistikave është në Kosovë, por vetëm 1.6% vinë dhe trajtohen shtatzënat që kanë smundjen e sheqerit. Diku 15.000 pacienti kemi brenda vitit. Kjo është edhe arsyeja që kemi dashur të njoftuar dhe me pa që punohet është punë shumë e madhe nga mjekët tonë dhe infermierët. I kemi 32 shtretër në klinikë, kapaciteti i shfrytëzimit të tyre varion gjatë vitit. Sëmundja diabetit mellit është sëmundje kronike që karakterizohet me rritje të sheqerit në gjak. Disa nga simptomat më të shpeshta konsiderohen etja e shtuar, tharja gojës dhe shikimi mjegullt. Kombëtarja e Kosovës në futboll është nisur drejt Slovenisë për ndeshjen më të rëndësishme të eliminatoreve për botror. Të gjithë futbollistët janë në dispozicion të selektorit Franco Foda, kurse atmosfera në taborin Dardan është e mrekullueshme një ditë para ndeshjes. Kombëtarja e Kosovës po vjen me intensitet maksimal përgatitjet para ndeshjes vendimtare të së shtunës në Ljubljanë, e cila konsiderohet një finale për fatin e kualifikimeve drejt Kupës së Botës 2026. Përzgjedhësi Franco Foda ka fokusuar punën në aspekte taktike, duke dhënë rëndësi organizimit dhe qartësisë së detyrave për secilin lojtar. Lajmi më i mirë për stafin teknik është se të gjithë futbollistët janë në formë të shkëlqyer dhe plotësisht gati për sfidën ndaj Slovenisë. Dardanët sot janë nisur në drejtim të Ljubljanës, aty ku nesër i pret ndeshja më e rëndësishme e ciklit eliminator. Një fitore në Sloveni do të ishte historike për Kosovën, pasi do t'i siguronte për herë të parë pjesëmarrje në fazën e play-offit të botrorit, e po ashtu edhe barazimi. Kosova do të mbyll ciklin kualifikues me super sfidën ndaj Zvicrës në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Përmbytjet e para të sezonit nga rreshtet e shiut kanë përfshirë kampet e palestinezëve të zhvendosur në rripin e Gazës, ku mbi 1 milion njerëz jetojnë ende në tenda mes kushteve të rënda dhe një infrastrukture të shkatruar nga lufta. Tendat e palestinezëve të zhvendosur përgjatë rripit të Gazës, si në përlagje ashtu edhe në përkampe, janë përmbytur pas një stuhie që solli shi të rrëmbyeshëm. Shiu i sotëm praktikisht shënon fillimin e një sezoni të vështirë për të zhvendosurit, duke e vështirësuar edhe më shumë situatën për shkak të infrastrukturës së dëmtuar dhe të shkatruar të kanalizimit si pasojë e luftës. Për shumicën e këtyre të zhvendosurve, ky është viti i tretë që dimrin do ta kalojnë nëpër tenda. Sipas shifrave jo zyrtare, janë më shumë se 1.3 milion palestinez që aktualisht jetojnë nëpër tenda. Ndërkohë, ekipet e mbrojtjes civile në rripin e Gazës po organizojnë fushata ndërgjegjësimi dhe seanca udhëzuese për të zhvendosurit me qëllim të zbutjes së ndikimit të kushteve të motit në kohën që dimri është pranë. Fushatat kanë nisur në kohën e duhur pasi përmbytjet tashmë kanë prekur të zhvendosurit. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, mirupafshim në edicionin qendror.